pension shqiptar sepse është 64 vjeç. Ty ka 10 vite punë, po për ta ka kamër, ka 10 vjet punë. Kur janë poshtë 15 do bëhet pensioni shqiptar me marrëveshje. Mjafton edhe 1 vit pune në Shqipëri dhe e merr pensionin shqiptar. Por duhet të kemi 14 vjet në Itali. Zotria, ma thoj dhe një emrin? Plumi kishte 25 vite në Itali, shumë të them. Dhe 14 10 në Shqipëri. Tani si është situata, është në punë, sepse është 64 vjeç, sigurisht që do punoj. Tani 10, 25, ky do punoj edhe 3 vjet tjera. Ka një problem që kur bëjmë pensionin shqiptar me marrëveshjen, duhet të mos jemi në marrëdhënie pune. As tu as atje. Është me marrëveshjen. Kjo është gjëja që duhet ta kemi parasysh. Do mendosh mirë. I dash një listë sepse ta ma jep listën e dokumentave që në shkurt të bëjmë gati dokumentat dhe pensionin shqiptar. Kjo është situata e Plumit. Viktorin Pola, që pari, se na u fik telefoni për shkak baterisë. Tani me juve. Cili jeni ju? Taip Musaku. Bëj një gjë. Nga Lushnja. Nga Lushnja. Si e kemi situatën Taip? Po më. Unë kam qenë në Itali, 5 vjet në Itali. Po se sa janë rregullat tani? Do t'i nxjerrim ne sa janë saktësisht. Sa vjet je? Kam 3 pension tu. 68. 68. Ti do marrësh pensionin italian. Sot do bëjmë konsulencë sa vite punë kemi në Itali, do i nxjerrim nga INPS-i. Dhe shumë shpejt që është një javë do takomi për të bërë pensionin italian me marrëveshjen. Okej? Vazhdojmë te Vjoca dhe Haxhi Palla, nga Durrësi, nga ishe ti? Nga Lushnja. Ti je për herë të parë nga Laçi, cili jeti? Pren Paluka. Si e ke situatën? Së mësoni nga njëri tjetër, prandaj po i bëj këto, a? Si e ke situatën? 12 në Itali, po? Kam dalë pension shqiptar, Ke dalë pension shqiptar, sa vjeç je? 73 vjeç. Po, pas ke kalu gëxham. Po s'ke kja që nga një korriku? Se ke kaluar 3-4 muaj ke humbur. Rezidencën ku e ke, në Itali apo Shqipëri? E ke në Shqipëri, e ke hequr. Nuk ka rëndësi që ata që me marrëveshje që me një korrik nuk ka rëndësi se ku e ke rezidencën. Italia apo Shqipëri pak rëndësi ka. Nuk na ndikon çështja e rezidencës. Pse e them këtë? Sepse shumë njerëz mendojnë që duhet ta heqë se s'bën tani rezidencën. Se i kanë ndjekur videot tona ndër vite që ne kemi bërë pensione për emigrantët e riadhësuar që e kanë hequr rezidencën nga Italia, por ai ligj tashmë është shfuqizuar. Nuk është më në fuqi, sepse ka hyrë marrëveshja në fuqi, marrëveshja për pensionet, dhe marrëveshja krijon situata më lehtësuese dhe më favorizuese për juve. Rezidencën mund ta mbash në Itali, mund ta mbash në Shqipëri, pak rëndësi ka. Sot për sot, të ardhmen dhe mund të ndryshojnë gjërat atë nuk e di. Do ta shoh. Tani kemi çifte nga Lushnja. Nga Divjaka. Si e kemi punën neve? Po? Sa vjeç? Bukur, edhe një vit në Itali merr pension, ta dini domethënë. Ky ka 4, është në rregull, është në kushtet për pension. Sigurisht duhet vite pjesën shqiptare, sa vite ke në Shqipëri. Mjaftueshëm. Pra ka 4 vite në Itali, duhet të ketë se s'bën i bie 16 vite në Shqipëri, që të bëjmë në total 20 vite siç e dikton ligji italian. Jemi në rregull për këtë pjesë. Je në kushtet optimale për të marrë pension. Për një javë ne do shihemi për të bërë kërkesë për pension. Sot do nxjerrim vitet italiane dhe do bëjmë një bisedë më të detajuar se sa ka, se kjo është vetëm hyrja. Juve? Si quheni ju? Nga Divjaka. Ke punuar në Itali, pas shortja? 16 vjet në Itali. Po? Po? 11 vjet artizane, 6 vjet doktore, në rregull. Kur e mbush moshën, sa vjeç? Moshën këtu E ke mbushur pensionin shqiptar? Këtu, Po? e mbylla, tani kam letër brenda, kam filluar pension. Duhet të kisha ta bëje pension shqiptar me ne, sepse krijonim një historik. Bënim pension shqiptar Janë kishë letër brenda, s'ka ku brenda? Po duhet ta kishe bërë këtu brenda, ju brenda atje. Kjo është problemi. Okej, së dije morën vesh, bëjmë pensione shqiptare dhe italiane. Shqiptarët janë shumë të rëndësishme të i bëjmë bashkë për faktin se krijojmë një histori. Pra marrëveshja çfarë bën? Bashkon pjesën shqiptare, pjesën italiane, edhe ne krijojmë historinë e pjesës shqiptare, pastaj krijojmë edhe pjesën italiane dhe kemi më të lehtë për të bërë pensionin. Bëj një xhiro të gjithëve, të gjithë do prisin në bërë se kemi punë me Klaudion, do ta nderojmë se është nga Peshkopia. Kjo është nga Peshkopia, 5 minuta ka për Klaudia. Ka shkej, ku shkej? Tu, në brenda, kemi karga.